Sa i përket mandatit të dytë, siç e dini, nuk mjafton interesimi. Do t'i kthehen qytetarëve. E gjejmë në rrugën përpara, nuk është tash momenti që ta bëj publike. Jo, nuk kemi diskutime, sepse këto diskutime, siç e kam thënë edhe më herët, do të fillojnë vetëm pasi ta kemi një kuvend të ri të konstituar pas zgjedhjeve të datës 28 dhjetor dhe pasi ta kemi qeverinë e re. Vetëm atëherë kanë kuptim në fakt diskutimet për pozicionin e institucionit të presidencës, sepse tani për tani unë nuk e shoh të mundshme që kushdo me këdo të diskutoj, të merret vesh, sepse numrat në kuvend janë të paparashikueshëm. Ato janë çështje e vullnetit të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Sa i përket mandatit të dytë, siç e dini, nuk mjafton interesimi, se ka shumë njerëz që janë të interesuar në Kosovë të bëhen president. Duhet të bëhen votat. Dhe kjo nuk nënkupton vetëm 61 vota për, por nënkupton edhe 80 vota në kuti. Dhe kjo do të mvaret tërësisht edhe nga përbërja e kuvendit të ardhshëm. Unë nuk mund për momentin t'ju jap një përgjigje fikse, sepse do të pres rezultatet e kuvendit të dalë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit, dhe vetëm atëherë ne do ta shohim se cili është disponimi i partive politike, cili është interesi më i madh i Republikës Kosovës në atë moment. E rëndësishme është që unë do të mbese angazhuar në institucionet publike të Republikës së Kosovës, do t'jap kontribut për aq sa mundem dhe do t'i kthehen qytetarëve. Le t'jenë ata që vendosin për të ardhmen time politike. Ju lutem. E gjejmë në rrugën përpara, nuk është tash momenti që ta bëj publike.